do kishte avion. Po thua që nuk i ka gati endre në një përballje këtë po. Nuk i ka gati, jo, në një përballje aktualisht Evropa ka më shumë numra se Rusia, por Evropa nuk mund të çojë shumë në Ukrainë sepse nuk ka tepër. Ka një diçka, kur ti bën ushtrin, e ti thua unë do kem 400.000 ushtar. Qëse do thua kam 400.000 ushtar, ty po themi të duan 50 bateri. Patriot. Po e kap kështu si numra abstrakt për ta kuptuar publikun. Pra, po kur unë e çoj, dhe them nuk do kem 400.000 ushtar, po do kem 100.000 ushtar, ty nuk duan më 50 bateri. Ty të duan 10 bateri Patriot. Sepse është në kuadër të strategjisë të gjithë mënyrës se si e ke perceptuar ti mbrojtjen. Që do të thotë, Evropa ka pasur numra minimal për një kohë shumë të gjatë, numra të cilat nuk i përputheshin realitetit diplomatik në terren. Dhe Evropa ka qenë mbrapa në numra dhe vazhdon të jetë mbrapa në numra. Tani që Gjermania po diskuton dhe do fusi dhe shërbimin ushtarak të detyruar, Polonia ka futur, vendet e Balltikut e kanë futur. Tani është duke rritur numrin e ushtrisë dhe me rritjen e numrit të ushtrisë dhe bateritë, po themi kundërerore, të cilat duhet të jenë në këtë organik të re, duhet të jenë më lart. Pra, Evropa është më pak e furnizuar për veten e vet. E qartë. Dhe kjo e bën atë të pamundur ose shumë të vështirë për të furnizuar dhe Ukrainën me baterishte, sepse duhet ruaj gatishmërinë e vet luftarake. Pra, ai thotë në radhë të parë, i thotë Bundeswehri gjerman, thotë mua më duhen bateritë për të ruajtur Gjermaninë. Pastaj mund të ndihmoj Ukrainën. Fakti është që nuk ka bateri mjaftueshëm edhe për të ruajtur Gjermaninë. Avion mjaftueshëm për të ruajtur Gjermaninë. Tanke mjaftueshëm për të ruajtur Gjermaninë. Jo se nuk i prodhon dot, por për shumë vite ka ngelur me një limitim forcash dhe investimesh të tilla që kanë qenë minimale dhe nuk i përputhen realitetit tani. Duhet kishte investuar për shumë vitesh. Trumpi herën e parë, kur ka qenë mandatin e parë, u ka kërkuar vendeve të NATO-s që ta çojnë na 1% në 2%, tani po ja kërkon 5%. Gjermania ka pas 1% deri para shumë vite. Dhe në 2014 hoqi edhe shërbimin detyrueshëm ushtarak Merkel. Megjithëse ishte kriza e Ukrainës. Pra, problemi i Evropës është pikërisht kjo. Jo se nuk i ka kapacitetet për të prodhuar, problemi është afati kohor. Krejt, fol edhe për aspekte tjera të përplasjes si ose nëse s'ke gjë për të shtuar për këtë. Jo, gjëja ka disa aspekte që mundet të elaborohen pak më tepër. Nëse bëhet fjalë për çfarë lloj konflikti bëhet fjalë, vetëm për konflikt me raketa për shembull apo edhe me lëvizje forcash, pra një konflikt total, i përjashto armët bërthamore. Ka dy vende ose dy zona të cilat janë më të rrezikuara, që është ndofta Finland apo më shumë vendet balltike. Po fakti që Rusia nuk arrin dot të shajë në Ukrainë, nuk e bën shumë të vështirë që të ketë kapacitet ushtrie ruse që të penetrojë në lindje. 20 sekondë ta bëre këtë. Se Endri foli dhe tha, po problemi i mbrojtjes europiane është që ka një lloj është si me njolla leopardi, pra njëri ka, tjetri s'ka. Polonia po merr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me 336 tanke Abrams, që në 16 i marri tash 100 ca i ka marrë përpara. Nuk e di se sa tanke K2 ka marrë licencën e prodhimit tankeve K2 nga Koreja, ka tanket Leopard. Pra është një shtet i cili ka investuar shumë dhe sot vetëm Polonia mund të ketë, nuk e di, 20% të gjithë, tash po e mundsoj, po të vendeve europiane kapacitetit të NATO-s për sa i përket tankeve. Dhe kam përshtypjen që është një situatë Rusia do ta ketë ka shumë vështirë të futet me Europën, edhe sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës ta lënë NATO-n. Sepse pastaj do të shkatërrohesh NATO-ja vet, pra nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës lëvizin ikën NATO-ja dhe vendet përballen mos si aleat. Pra nëse është skenari luftës dytë botërore që Polonia u përball me Gjermaninë e vetme në shtator 39-s dhe pastaj pati ca lëvizje forcash franceze në kufim me Gjermaninë, po francezët nuk sulmuan, teorikisht do të kishin sulmuar Gjermaninë bas të pakteve që kishin me Poloninë edhe Britaninë e Madhe. Po ndodhi ajo, pastaj është çështje tjetër, por nuk e besoj Rusia në këtë gjendje që është për momentin të futet në një konflikt ushtarak
tjetër, pra t'i shtojë më tepër probleme vetes vetë. Ndërkohë Endri, po këtë e bëm supozim pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra në një le të themi përplasje hipotetike Rusi-Europë. Nëse nëse do ndodhte kjo që thamë, pak a shumë tradhtia që SBA-ja mund t'i bënte Ukrainës që parajmërohet nga Macron edhe të tjerë. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ishin, le të themi, do të merrnin pjesë në këtë përballje, domethënë do ishin pjesë integrale e NATO-s siç janë vazhdimisht, sa shanse do kishte Rusia të përballej? Ja, kishte shanse fare. Domethënë nuk e vetëm gjë që ngel Rusisë janë armët për ta marrë. Edhe tani që po flasim këto momente. Nëse SBA-ja do ishte me Po si e lexon këtë rol të SBA-s, Endri? Si e lexon këtë vendim të SBA-s? Rubio nuk mori pjesë, fjala vjen në një takim të fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përfaqësuan nga një vetëm qëndrimi i Rubios. Jo Rubios, flasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është vetëm qëndrimi i Rubios që shu, por ke edhe intervistën e Besentit, që ishte para ca ditësh, i cili thoshte që nëse ndodh një konflikt në Evropë, nuk është asnjë që ne do të çojmë trupa. Scott Bessent. Po, që është sekretari për thesarin apo jo? Thesarit, ministri i financave, pak a shumë. Ajo që më çove që folën bashkë. Po, dhe normalisht ajo që mund të shikosh është që NATO ka vdekur. Për administratën Trump. Për administratën Trump, NATO ka vdekur. Për administratën Trump, NATO është e vdekur. Dhe kjo është ajo të cilët liderët evropian tani po shikojnë me tmerr situatën, sepse janë totalisht pa përgatitur për një situatë tillë. Megjithse i kishin paralajmërimet prej kohësh. Pra, jo vetëm paralajmërime në Evropë për mandatin e parë të Trump, po dhe paralajmërime nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dhjetor të 2023-shit, në Amerikë, ironikisht ka qenë senatori Rubio në atë kohë, bashkë me një demokrat, ka nxjerrë një ligj në të cilën i ndalojnë presidentit amerikan që të largohet, të pezulloj, apo të denoncoj, apo të ndërpresi marrëdhëniet me NATO. Pa një vendim me 2/3 e senatit, ose me një vendim, me një rezolutë veçantë nga Kongressi Amerikan. Pra, dhe vetë Amerika i tregoj Evropës që ne kemi frikë që nëse në dhjetorit 2023-shit kjo më vet. Po. Fushata akoma ishte në fillimet e veta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, primarët në Amerikë, dhe Amerika i nisi mesazh shumë të qartë Evropës. Ne kemi frikë që në qoftë se Trump vjen në pushtet, ne kemi frikë në këtë gjë. Por ndryshe nuk do e kaloni një ligj të tillë. Është anormale të kalosh një ligj të tillë në Senat dhe në Kongresin Amerikan. Është dhe këto ishin mesazhe që Evropa për fat të keq nuk i kuptoi. Dhe ajo që ti po shikon tani, po shikon që Trump është nuk e shikon si një projekt, le të them, si e lexon këtë vendim Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të braktisë. Po nuk është vendim i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vendim i administratës Trump. Dhe duhet kuptuar diferenca. Shiko, ka pasur në vitet diferencat kur erdhi Willy Brandt në pushtet në Gjermani, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa Perëndimore, që kanë qenë atëherë të angazhuar në NATO, kanë qenë për marrëdhënie armiqësore me Bashkimin Sovjetik dhe me Traktatin e Varshavës. Erdhi Willy Brandt në pushtet në Gjermani dhe filloi atë që quhet Ostpolitik. Ostpolitik është politika e lindjes, politika e hapjes. Dhe ai kishte supozimin që ne duhet të hapemi me vendet e Bashkimit Sovjetik në mënyrë të tillë që marrëdhëniet me interes përbashkët ekonomik të ndikojnë pastaj edhe në marrëdhëniet diplomatike dhe që të shmangim tensionet. Kjo ostpolitik vazhdoi pastaj për një kohë shumë të gjatë si një mentalitet mbizotrues në perëndim. Dhe vetë Merkel, në momentin kur Rusia sulmoi, jo vetëm Gjeorgjin, po sulmoi edhe Ukrainën, Merkel vazhdonte akoma me të njëjtën ide të ostpolitik, të mbajë marrëdhënie të mira me Rusinë ekonomike, sepse çka kuptimi ka që ai të na sulmoi kur ai është duke bërë lek me ne. E kupton? Dhe për ta thënë kështu bastard çfarë, domethënë, dhe kjo ostpolitik ka qenë mendimi mbizotrues në gjithë politikën e jashtme të perëndimit deri në 2022.
diferenca pastaj midis administratës Trump dhe këtij mentaliteti që ka qenë në perëndim për mënyrën si duhet trajtuar Rusia, është e fakti që nëse këta bënin os politik, pra Gazprom dyshi, fundi fundit, sillte të ardhura për shtetin gjerman, sepse shteti gjerman merrte gaz të lirë nga Rusia, në këtë diferencë Trumpi bën marrëveshje personale, çon djalin e vet, i cili siç merr Sazanin në Shqipëri, merr një fushë nafte në Rusi, po dhëndri Sanlo, domethënë, kjo pas është. Po pra diferenca në këtë rast është fakti që e para një herë ky marrëveshje nuk i bën për të mirën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po i bën marrëveshje për rrethin e ngushtë të bashkëpunëtorëve të vet, në të cilët mendon që të ndaj interesa ekonomike në Rusi, dhe e dyta punës e bën dhe për faktin që mbase mendon ose mbase është i detyruar edhe për paktën se flasin tjerët, ose ajo që përflitet në rrethet diplomatike dhe të inteligjencës në Evropë është fakti që Putini ka dosje komprometuese për Trump dhe detyron që të veprojë siç do ai. Klejt e fundit, si e lexon këtë, le të themi, raportin e ri të Shtetet Bashkuara me Rusin, edhe vendimin, le të themi, këtë që pak a shumë thotë Endri, që NATO-n për ta zhdukur NATO ka vdekur për këtë administrat. Ky ishte kjo pak a shumë për cituar Endrin. Që NATO ka vdekur për këtë administrat është pa europianët nuk duan ta besojnë, e kanë kuptu, por shpresojnë që të mos ndodh. Politika jashtme amerikane ka qenë shumë e pa e luhatshme në raport me Rusinë, edhe me Evropën, nga po ta marrim ndryshimet janë me ditë. Çdo 2-3 ditë ndryshon një pozicion. Ne kemi qenë këtu sa herë në studio, kemi folur për një lloj rikthimi të Amerikës pas sa kemi parë deklarata kundërthonëse e kështu me radhë. Gjithë problemi, gjithë çështja është këtu, nëse nesër shtetet europiane do të arrijnë të kuptojnë që mundet edhe të bëjnë apo do të duhet të bëjnë ose jo pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është çështja. Ka pas aktorë europianë të cilët janë mundu edhe në mënyrë personale për ta ruajtur këtë lloj raporti të gjallë. Giorgia Meloni, kryeministri i Britanisë së Madhe, deri diku dhe Macroni. Ajo skena e famshme e këtyre liderëve europianë që shkojnë dhe rreshtohen para Trumpit në shtëpinë e Bardhë, ka qenë një përpjekje maksimale për ta ruajtur këtë lloj miqësie. Por nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e duan, kjo është çështje tjetër. Ka një problem aty, nëse politika e Trumpit është thjesht një lloj intermezzo, por presim që të pierë stuhia, siç kemi prit Trumpin e parë që të vinte. Apo do të vijoj me J.D. Vance, i cili ndofta është pasardhës i Trumpit nëse gjërat nuk do të ndryshojnë. Dhe nëse Vance është pasardhës i Trumpit, atëherë Evropa duhet të shtrëngojë rripat. Kjo është pak a shumë skema. Por megjithatë janë deklarata të cilat janë gjithmonë mbeten në kuadrin e tërheqjes, avancimit të tërheqjes. Ajo që do të ishte sulm apo goditje për Europën është se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërhiqeshin nga çdo lloj sanksioni që mund të kishte mbi Rusinë. Tërhoqen për ato të naftës. Po pritet një sekond. Lukoili është vënë sanksione para pak kohësh, nuk është vënë tashti. Kam përshtypjen 2-3 muaj mund të ketë. Po. Lukoili që është vënë sanksione. Një muaj fiks. Një muaj gati. Lukoilit ju hoqën disa nga sanksionet. Pra po them, politika e Trumpit është edhe inkonsistente, po edhe ruan një farë distancë të shnetshme nga Rusia. Tashti ne nuk mund të pretendojmë që të jemi në periudhën e Bidenit, kur dihen pozicionet. Fatkeqësia e madhe është që Trumpi nga 2014, nga vitet 2000 sa e tutje, e ka Ukrainën, e ka pasur edhe si një lloj armiqësie personale me Zelenskën, cilën e ka zhvilluar. Klet falenderoj Endri. Kishe diçka për të thënë, po kisha diçka për vetëm një fjali se jo, është pak më gjatë për sa i përket diferencës midis Bidenit dhe Trumpit, se mendoj që është e rëndësishme për ta kuptuar njerëzit. Domethënë, gjatë gjithë kohës kur ka pasur gjatë luftës ftohtë, ideja e perëndimit ka qenë angazhimi i Rusisë. Vetëm 2 minuta Endri, 2 minuta. Ka qenë angazhimi i Bashkimit Sovjetik në një konflikt të gjatë, zvarritës. Kjo ka qenë ideja e perëndimit. Pra, modeli ynë ekonomik në fund ka për triumfuar. Ne do ruajmë
ato balansat, pa e çuar çështjen në një konflikt të hapur. Telegrami Kenanit. Dhe ne do e mbajmë të angazhuar ushtarakisht, por jo në konflikt midis dy palëve. Bideni ka vazhduar po të njëjtën taktik. Kur ndodhi ajo që ndodhi në 2022 në Rusi, Biden vazhdoi me po të njëjtin mentalitet. Ne do e ndihmojmë Ukrainën për aq kohë sa nuk shkon në një konflikt shumë të gjatë. Pra u nis me idenë e zvarritjes për një kohë të gjatë derisa Rusia të kapitullonte si Bashkimi Sovjetik. Sepse po themi vetëm një shembull, vetëm në varrezat në Amerikë janë rreth 3000 tanke Abrams që janë varreza. Po të donte janë niste Ukrainës. Janë 3000 tanke, janë 2000 avion F-16, F-15 në varreza. Dhe po donte janë niste Ukrainës dhe normalisht Ukraina e kishte fituar atë luftë. Por nuk e nisi, e mbajti Ukrainën me të njëjtin mentalitet, po themi, të një mbajtje për një kohë të gjatë. Konflikt zvarritjes. Por atë që Biden nuk e kupton, është që Rusia e 2020-s nuk është si Bashkimi Sovjetik dikur. Sepse nëse Bashkimi Sovjetik dikur ishte fuqia më e avancuar në vendet e lindjes, tashmë ke vendet e tjera që ndihmojnë Bashkimin Sovjetik, ke Kinën, ke Iranin që prodhon materiale ushtarake, ke Koren që prodhon materiale ushtarake dhe ja çon, artilleri dhe njerëz, ke Kubën që çon njerëz. Kina e mban nga ana ekonomike, India vazhdon të blej naftën. Pra, kjo luftë e zvarritjes nuk bëhet më me Rusin. Dhe vetëm gjë që mund të bënte Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte një përplasje e fortë, pra në kuptimin që të ndihmonte shumë fort Ukrainën për të detyruar Rusin që të ulesh tavolinë. Këtë Biden nuk e bëri dhe aq më pak ka ndërmend që ta bëjë Trump. Dhe kjo është arsyeja që Trump, përveç pjesës tjetër që ka të bëjë po themi me magët dhe mënyrën se si ka ardhur në pushtet, apo dhe me materialet komprometuese që vazhdoi të them që është diçka e cila përflitet vazhdimisht në rrethet e diplomatike. Kjo është ajo që e cila e bën Trump të ndryshëm dhe që e ka kaluar Trump në krahun e Rusisë. Të falenderoj Endri, Klet, të falenderoj si gjithmonë. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Melazim Koci, politolog. Melazim, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Fillimisht do dua ta lidh me çfarë po ndodh në Kosovë dhe do doja një koment kryesisht në lidhje me një deklaratë të ambasadës amerikane për sa i përket vendimit në Kosovë për përjashtimin e listës serbska. Si e lexove këtë reagim, sepse duket një reagim shumë i fortë nëse e lexon midis rreshtave? Është jo vetëm midis rreshtave, po kësaj radhe mendoj që mesazhi është shumë transparent, shumë i qartë deri më tani. Ambasada amerikane nuk ka bërë kualifikim të tillë. Pra, po tjera thuhet se kemi të bëjmë me destabilizim të Kosovës dhe cënim të interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është një vlerësim shumë i rëndë dhe praktikisht gati që nuk ka vlerësim më të rëndë. Tani, ky praktikisht është qëndrimi i State Departamentit, sepse ambasada e Shteteve të Bashkuara kudo që punon dhe vepron është degë e State Departamentit. Ky është qëndrim shtetëror i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoj se një druaj që udhëheqja klasa politike në Kosovë nuk është e vetëdijshme sa duhet për peshën e këtij vlerësimi. Paralelisht kishte dy zhvillime, një pozitiv, por fillimisht do të koncentrohem te ky, do të thotë. Këtë vlerësim kaq të rënd të ambasadës amerikane e kurrëzoi, shkaktoi një vendim i Komisionit Qendror Zgjedhor për të mos certifikuar listën serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Këtë çështje e iniciuan dy anëtarët e lëvizjes vetëvendosje, cilët votuan kundër certifikimit të listës serbe. Anëtarët tjerë të partive tjera, përfaqësuesit e partive tjera abstenuan, të friksuar se mund të satanizohen nga vetëvendosja para opinionit
si dorë e zgjatur e partive serbe, ata thjesht zgjodhen rrugë